Sot do përgatisim ullinj barati në mënyrën më të vjetër dhe tradicionale. I bëjmë një shtypje të lehtë me gur, kjo jo vetëm që e ndan mirë bërthamën nga tuli i ullirit, por bën që edhe gjatë përgatitjes hidhërima të largohet më mirë. Hiri që përftohet nga druri i ullirit ose druri i lisit është hiri më i mirë për të përgatitur finjën. Fillimisht, hirin do ta kalojmë në një sitë të imët, duke marrë vetëm majën e hirit dhe e vendosim në një enë të bollshme, ku shtojmë ujë të nxehtë. E trazojmë me kujdes dhe e lëmë derisa finja të kullojë dhe uji të ftohet komplet. Ullinjt e shtypur më parë do t'i hedhim në një enë të bollshme dhe aty do shtojmë finjën e përgatitur më parë duke e kulluar edhe një herë për merak. Kjo mënyrë përgatitje e ullirit është një ndër më të vjetrat që është përdorur gjithmonë në familjen tonë, jo vetëm që e përgatit ullirin shumë të mirë, por e mban atë të fortë dhe i sjell në pa ëmbëlsinë e tij natyrale. Po të njëjtën finjë do ta shtojmë me ujë të nxehtë dhe do ta lëmë që ta kemi gati për ditën e nesërme. Këtu jemi pas 24 orëve, do kullojmë ujin që ka të gjithë hidhërimën e ullirit dhe në të do shtojmë finjën tjetër. Ky proces do bëhet për 5 ose 6 ditë rresht, derisa ulliri t'i dali komplet hidhërima dhe të ëmbëlsohet ashtu siç duhet. Gjatë këtij procesi duhet keni parasysh që finja të jetë gjithmonë e ftohtë dhe asnjëherë e ngrohtë. Pasi finja ose uji i ngrohtë i nxjerr vajin ullirit. Të njëjtën finjë do ta përgatisim për 5 ose 6 ditë rresht. Këtu jemi pas 6 ditëve dhe tashmë ullinjt janë gati për t'i kulluar dhe për t'i shplar nga finja. Përgatitja e ullinjve me finjë është mënyra më e shpejtë dhe më e shijshme. Do t'i shplajmë me ujë të bollshëm, pasi i kemi shplar, do t'i lëmë që të kullojnë dhe për të kulluar sa më mirë do t'ju hedhim kripën. Kripa duhet jetë krip deti e pa përpunuar, në rast se ullinjt i doni që të nxihen pak, pasi i hedhim kripën, i lëmë 24 orë dhe siç e shikoni edhe vet, ullinjt janë nxirr dhe janë gati për t'i rregulluar sipas dëshirës. Nëse doni që ullinjt t'i ruani për një kohë më të gjatë, mund t'ju përgatisni edhe ujë me krip. Ju përshëndes.